Rruga ngushtohet në këtë pjesë të autostradës Ibrahim Rugova, me që një dëm i para 2 muajve nuk u sanua ende. Vetëm një kursi është aktive në segmentin e 27 të autostradës Ibrahim Rugova, përkatësisht në drejtimin Vërmic-Prishtinë. Dhe këtu u shemb në fillim të muajit të kaluar. Sinjalizimi për ngushtim të rrugës u vendos, por se veturat vazhdojnë të zhvillojnë shpejtësi mbi 100 km/h. Nga Ministria e Infrastrukturës thonë se një kompani është angazhuar që ta bëjë analizën për shkaqet që edhe e shkaktuan rrëshqitjen e dhejut. Vedo që pjesa pisani, por sanin pak me ferë të sashin që në sheshen pak duket. Nuk kemi dashë me prikë se rreziku për me lëvizë dhe jo nga naltë është shumë e madh, kështu që duhet një sanin i tërësishëm. Sipas zyrtarit të kësaj ministrie, Qamil Feka, pasi që të bëhen analizat, do të hapet edhe tenderi për sanimin e dëmit të shkaktuar. Analizat do të thonë të cilat janë shkaqet e asaj rrezike, edhe pastaj konfort atyre shkaqeve të përcaktuara deri ku do intervenohet. Shembje të dhejut në këtë pjesë të autostradës ka ndodhur edhe më parë.